pozicionit tyre. Ti ke bërë një pyetjen e katërt, ku janë biznesmenët që ushqeu ai? Në ç'sens, sens, dua të kuptoj deri ku shkojmë. Ai kishte një shpur biznesmenës të cilët i ushqente me leje ndërtimi në betonizimin që i ndodhi Tiranës, që ishte për mendimin tim 5 fishi asaj që i bëri Edi Rama. Pa dash të amnistoj, se s'po marr mbrojtje, po kështu dukesh avokat i djallit kur gjykon, domethënë, pra kemi qenë gjithmonë më keq. Shiko, është krijuar këtu dhe dua të ndaloj vetëm një çast, do të kërkoj falje, nuk dua të hakoj padyshim, se dua të vazhdoj sprova me 1 minutshin, por ndërtesat e larta i jep Rama. Të krijohet një përshtypje një moment sikur i jep Rama, ndërsa ky djali nuk ka dhënë. Në fakt Velia i ka dhënë dhe çfarë lloj? Ky është një fëmijë para Ramës, për mendimin tim. Në këtë aspekt, por nga ana tjetër është një nga njerëzit që kishte një enturazh të atyre që i bënin dhe fushatën. Pra, në rast se Rama ka pas moton një pallat një vot, ky e vazhdoi më tej, ky tha një kull një vot. Që do të thotë vota e oligarkëve, e biznesmenëve, po e quaj biznesmenë. E cila përkthehen investime në absolutisht pagesa të këtyre projekteve, të artistëve, etj, të cilët